Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u mblodh për të diskutuar në lidhje me sistemin e numërimit elektronik të fletave të votimit, i cili pritet të përdoret në zgjedhjet e 23 qershorit. Gjatë diskutimit të rendit të ditës, Genci Gjonçaj, përfaqësuesi ligjor i Partisë Socialiste, kërkoi informacion nga kryetaria e KQZ-s Lefteria Leshi, se pse ende dhe sot nuk u janë dhënë dosjet e sistemit të numërimit elektronik. Por kryetaria Leshi sqaroi se arsyeja e mosdhënies së projektit SEN ka të bëjë me moslidhjen e kontratës. Edhe pse kontrata mungon, porseria antarët e KQZ-s miratuan me konsensus unifikimin e praktikës së vlerësimit të fletëve të votimit, për numërimin dhe vlerësimin e votave. Gjatë mbledhjes pati diskutime mbi shenjat që duhet ketë në brendësi të fletës së votimit, në mënyrë që ajo të jetë e vlefshme. Me konsensusin e antarëve të KQZ-s u miratuan 3 pikat e rendit të ditës. Menjëherë pas mbarimit të mbledhjes, në një dalje për mediat, zëdhënësia e KQZ-s Drilona Hoxhaj u bëri thirrje të gjithë njësive të qeverisjes vendore të dërgojnë sa më shpejt informacionin e nevojshëm pranë administratës zgjedhore, pasi në rast të kundërt ndaj tyre do të merren masa administrative. Vetëm muajin e fundit janë gjobitur 139 njësitë të qeverisjes vendore, për shkak se kanë pasur vonesa në lidhje me informacionin që duhet të dërgojnë pranë KQZ-s. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ju bën me dije se do të vazhdoj marrjen e masave administrative ndaj këtyre drejtuesve të njësive të qeverisjes vendore deri në plotësimin e detyrimit të tyre nga ana e tyre, sepse është e përcaktuar në kodin zgjedhor dhe kjo do të pasohet përveç masave që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë në mbledhjen publike ku ju keni qenë prezent, do të marrë dhe do dalë me një tjetër vendim në rast se këta kryetarë të njësisë së qeverisjes vendore nuk do ta plotsojnë informacionin, nuk do të sjellin informacion, nuk do të sjellin hartat sa më shpejt që të jetë e mundur pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mbledhja e radhës e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të zhvillohet javën e ardhshme.